nderuar ministrisja e këtij jubileu, zonja Fjoralba, të nderuar përfaqësues të institucioneve religioze, vendore dhe qendrore, të nderuar studiues, kurator, artist dhe dashur. Me ndjenjë më të thellë të respektit dhe krenarisë, kam nderin sot të marr pjesë në këtë jubilej të shënuar me rastin e 45 vjetorit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetare. Një prej institucioneve më të rëndësishme të kulturës shqiptare, i Vatër, që ruan dhe promovon një nga format më të pastra dhe më përfaqësuese të identitetit tonë kombëtar, artin ikonografik bizantin dhe post-bizantin shqiptar. Ky muze që prej fillimit të tij në prill 1980 është shumë më tepër se një institucion muzeal. Është kujtesë institucionalizuar e shpirtit shqiptar. Një vend ku arti, besimi dhe historia takohen. Një qendër ku koha nuk vjetrohet, por ripërtërihet nëpërmjet çdo ikone, çdo vepre dhe çdo kontributi studiues. Sot janë mbi 7.000 objekte që ruhen në fondin e këtij muzeu, ndërto ikona të papërsëritshme mjeshtërve tanë të mëdhenj si Onufri, Konstantin Shpadaraku, David Selenica, që na flasin për estetikën, filozofinë, besimin dhe jetën shpirtërore të brezave që ndërtuan Shqipërinë në kohë të vështira, por me besim të patundur në vlera. Muzeu i Korçë është sot jo vetëm qendra më e rëndësishme e ikonografisë shqiptare, por një nga vlerat më të jashtëzakonshme që vendi ynë ka për t'i treguar botës. Dhe pikërisht, për këtë arsye, në cilësinë time si kryetar i Këshillit të Qarkut të Korçë, në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë, drejtoresën e muzeut, e institucionet të tjera vendore dhe qendrore, kemi ndërmarrë në përkushtim dhe këmbgulje nismën për përfshirjen e fondit të këtij muzeu në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kjo nuk është thjesht një aspirat institucionale, është një detyrim moral dhe kombëtar. Të japim zënë ndërkombëtar vlerave tona më të pastra, të promovojmë me dinjitet trashëgimin tonë shpirtërore dhe të afirmojmë artin tonë mesjetar si pjesë të patjetërshme të trashëgimisë kulturore të njerëzimit. Ky proces kërkon përkushtim të përbashkët, koordinim ndërinstitucional, punë akademike dhe mbështetje politike dhe qytetare. Unë besoj thellësisht se ky rajon, ky qytet, ky muze dhe ky fond e meritojnë plotësisht përfaqësimin në UNESCO. Të dashur pranish, kjo ditë nuk është vetëm një përkujtim solemn, është një moment reflektim dhe ndihmari për të çuar përpara një trashëgimi që nuk është thjesht e bukur për syt, por e domosdoshme për shpirtin e një kombi që ka ditur të mbijetojë, të ruajë dhe të lartësojë identitetin e tij përmes artit dhe besimit. Për këtë dua të shpreh falënderimet më të përzemërta për të gjithë ata që ndër vite kanë kontribuar me dije, pasion dhe përkushtim në misionin e këtij muzeu. Që nga themeluesi i parë apo drejtuesi i parë zoti Arni Bilbili, tek drejtuesit pasues Franklin Zega, Tatjana Vinjan dhe mikun tim të tjerë, zotin Lorenz Gazheni, të cilët me profesionalizëm e vizion kanë mbajtur të gjallë dhe kanë çuar para këtë institucion. Një mirënjohje të veçantë do të shpreh për drejtuesen aktuale, zonjën Fjoralba Prifti dhe stafin aktual, specialistë përkushtuar që me pasion përorëzojnë vlerën e këtyre thesareve. Më lejoni të përmend emrat, Romin, Gentin, Prokon dhe Postolin, Eduardin, Kostën, Ilinin dhe Aurelin, njerëz të talentuar dhe të përkushtuar. Falenderoj gjithashtu për mbështetjen e institucioneve shtetërore, partnerëve ndërkombëtar dhe studiuesve, ndërsa të cilët dua të veçoj dikë që sot e kemi prezent. Një ikonë të trashëgimisë sonë, profesor Pirothonën, dhe të gjithë dashamirësit e artit që e kanë mësuar, promovuar dhe mbështetur muzeun. Të nderuar miq, në fund të kësaj fjale, më lejoni të ndaj me ju një mendim që më ka shoqëruar gjatë gjithë këtij angazhimi. Trashëgimia nuk është vetëm ajo që ruajmë nga e shkuara, por ajo që zgjedhim të lëmë si dëshmi për të ardhmen. Dhe ky muze, me ikonat që të shohim rreth e tij, me eshtjen e dritës së artit të shenjtë, me dëshminë e pakëthyeshme të shpirtit shqiptar, është një thesar kombëtar, që ne kemi detyrë jo vetëm ta ruajmë, por ta ndërrojmë dhe ta ngrejmë në lartësinë që ai meriton.
Ne për të Këshillit të Qarkut Korç shpreh angazhimin tonë të paligjundur për të vazhduar mbështetjen ndaj këtij institucioni, për të forcuar rolin e tij si qendër sundimore dhe propaguese dhe për të shuar deri në fund nismën për përfshirjen në UNESCO. Gëzuar bisedë vjetori e Muzeut Kombëtar Cëllar, qoftë kjo ditë një kundërfyes për të ardhmen edhe më dinjitose për trashëgiminë tonë kombëtare. Faleminderit.